Pse e shtojmë lëmoshën për gjatë Ramazanit, nga se Ramazani është kohë në të cilën shumë fishohen shpërblimet dhe është kohë në të cilën Allahu jep bereqet me një vepër dhe kjo vepër lë gjurmë shumë më të mëdhaja nëse bëhet gjatë Ramazanit se sa jashtë Ramazanit. Për këtë shkak, ne e gjejmë që plot prej dietarëve tonë për gjatë historisë e shohin të pëlqyeshme që njeriu të nxjerrë zekatin e pasurisë së tij në Ramazan. Jo që është obligim, jo nuk është obligim. Jashtë Ramazanit. Pa asnjë dyshim. Njeriu do me thonë i cakton vetes së tij një datë sipas kalendarit hënor edhe e nxjerr. Por ama gjatë Ramazanit, thonë nxirre gjatë Ramazanit për shkak se shumë fishimi i veprave gjatë Ramazanit është shumë më i madh se sa jashtë Ramazanit. Andaj njerëzit nxjerrin zekatin dhe gjatë Ramazanit ajo shkon paralel me një vepër që nuk e kemi në përgjithësi jashtë Ramazanit, ajo është agjërimi. Andaj kur e bashkon ti agjërimin dhe kur e bashkon lëmoshën gjatë Ramazanit, ti ja lehtëson vetes tënde arritjen në këtë drejtë që quhet devotshmëri. Ta thjeshtësoj pak. Nëse mbrëmje Ramazanit shembull jep 2000 euro sadak, ka më shumë vlerë te Allahu se sa më i dhon pas Ramazanit ose para Ramazanit. Po, nëse këto 2000 euro, unë i kam dhënë 3 ditë para Ramazanit. Dhe të tjera i kam dhënë 7 ditë pas Ramazanit. Dhe në mes Ramazanit kam dhënë 2000 euro. Do me thonë kena dhënë gjithsej 6000 euro. Shpërblimi i këtyre 2000 eurove që jap gjatë Ramazanit nuk është sikurse pas dhe para Ramazanit. Kjo është me pajtimin e gjithë dietarëve. Për këtë shkak thamë ne, është e pëlqyeshme, është mirë që zekati t'jepet gjatë Ramazanit, jo para ose pas Ramazanit. Edhe pse sikurse përmendet ti pak më herët, nuk është obligim që t'jepet gjatë Ramazanit.